Në procesin ndaj Leonard Dukës, i akuzuar për ekzekutimin e ish policit Santiago Malco, pati tensione të forta. E ëma e viktimës së atentatit të gushtit të 2019-s kërkoi dënim kapital për Dukën, që konsiderohet si porositës dhe organizatori vrasjes së djalit të saj. Leonard Duka më ka vrarë djalin, më solli Erlis Dukën dhe Ilir Selmanin dhe më tha që s'kam gjë me Santin, por doli e më vrau djalin në mes të rrugës. Unë nuk dua dënim të përjetshëm, dua dënim me vdekje për këtë. Ndërkaq avokatja e tij Melina Gjeta thotë se SPAK e ka të pabazuar procesin hetimor me deduksione dhe paragjykime, ndërsa në seancë foli edhe i dyshuari kryesor Leonard Duka. Deklaroj që jam i pafajshëm dhe prokurori nuk ka asnjë fakt kundër meje. Kjo është e montuar nga policia që të më dëmtoj mua. Kam besim tek drejtësia. Ndërkaq të mërkurën në 21 janar do t'jepet vendimi nga gjykata kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Në korrik të vitit të kaluar, prokuroria e posaçme kërkoi 157 vite burg për klanin Duka dhe antarët e tij. Vrasja e Santiago Malcos ndodhi për shkak të prishjes së pazareve të lojrave të fatit, një konflikt që kishte nisur që më herët mes dy miqve të dikurshëm, Leonard Duka dhe Ervis Martinaj. Në dosje thuhet që i ndjeri Malco dhunoi të atin e Leonard Dukës, ndaj vëllezrit morën hak, duke e ekzekutuar me breshëri plumbash në zonën e Xhamllikut në kryeqytet.